Vijojnë me ritme të shpejta punimet për shtrimin e rrjetit ujësjellës kanalizime në disa zona të Bashkisë Shkodër. Inxhinieri i kompanisë kontraktore Erdit Muçe tregon punën e deritanishme. Golem edhe zona qendrore e Dobraçit. Ka edhe pjesën tjetër këtej nga Kirasi, unaza perëndimore e qytetit. Gjithsej janë diku rreth 70 km linja që prekin të gjithë zonën. Kjo është një zonë ku pas probleme me furnizimin me ujë, kalojnë linjat kryesore të stacionit pompimit që furnizojnë rezervuarin e qytetit dhe kanë pas nevojë për një ndërhyrje të tillë, që të përforcohet prurja, të minimizohen humjet. Dhe ky projekt këtë qëllim ka. Për të realizuar këtë ishte e domosdoshme që të bëhen të gjithë linjat e reja për lagjet dhe çdo shtëpi do pajiset me macat. Inxhinieri Muçe tregon se punimet pritet të përfundojnë në korrik të vitit të ardhshëm. Punimet kanë filluar në janar, projekti ka filluar në janar zyrtarisht dhe do përfundojë në korrik 2026. Dhe përfshin linjën e re të transmetimit, e cila përforcon prurjet për rezervuarin e qytetit dhe në zonën industriale Dobraçit, zonën veriore të qytetit. Për përfundimin në kohë të punimeve po punohet me disa grupe pune. Deri tani kemi ecë me ritme të kënaqshme. Jemi në stadin që do shtojmë grupe, që pjesën e gërmimeve, që është edhe më problematike për komunitetin dhe sjell disa kufizime, t'i kryejmë me një ritëm më të shpejtë dhe pastaj të mesin punimet e tjera për kaseta, për maca, të cilat nuk përbëjnë problem për komunitetin dhe nuk kufizojnë qarkullimin e njerëzve. Patjetër, aktualisht ne po punojmë me 6 grupe në terren, pikërisht për këto gjana. Shpejti do fillojmë edhe në rrugën kryesore Shkodër-Hani Hotit, të kalojmë me linjën e re të transmetimit dhe linjat shpërndarëse. Ky investim është i domosdoshëm për përmirësimin e kushteve të mira familjeve në zonat ku po implementohet.